Prokuroria e posaçme SPAK ka kërkuar në gjykatë pushimin e çështjes penale ndaj ish-kreut të Komisionit të Prokurimeve Publike Jonajt Myzyri, i cili ishte marrë më herët i pandehur për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Duket se Myzyri është akuzuar kot se ka vjedhur pasi duart e Vockla i ka të pastra. Pasuria e tij nuk shkon më shumë se 160 cm dhe drejtësia i ka rënë në qafë kot. Sipas kërkesës së dorëzuar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, hetimet nuk kanë provuar element të mjaftueshëm për konsumimin e veprës penale, duke çuar në kërkesën për mbylljen e dosjes. Bashkë me Myzyrin, kërkohet pushimi i çështjes edhe për anëtarët e KPP-s, Vilma Zhupaj, Lindita Skeja, Merita Zekaj dhe Enkeleda Bega. Hetimet lidhen me një procedurë tenderuese me vlerë rreth 2.2 milion euro, të zhvilluar në vitin 2020 për mirëmbajtjen e segmentit rrugor Rreshen Ura e Fanit Shpal, Shpal Qaf Bene Hadroi dhe Shpal Ura e Repsit, me gjatësi totale rreth 59 kilometra. Çështja pritet të shqyrtohet nga gjykata, e cila do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën e SPAK për pushimin e hetimeve, të paraqitur nga prokurori i posaçëm Elvin Gokaj.